Prej më shumë se 20 vite Sonila Meqa ka qenë pjesë e ekranit, por përtej asaj që shpesh shfaqet në ekran, Sonila ka folur si rrallëherë edhe për pjesën më të vështirë të jetës së saj, që ka qenë përballja me sëmundjen. Në një rrëfim emocional dhe shumë të sinqert, gazetarja tha: "Çdo ditë për mua ishte tejet e ngarkuar, ecja me ritëm të shpejt, vrapoja për të arritur objektivat e mi, ndërsa një ditë trupi im ndaloi së funksionuari. Unë dhe bashkëshorti im punonim të dy në të njëjtin televizion, aty ku unë drejtoja një emision, dhe nga ngarkesa në punë nuk kisha kohë as të haja. Një ditë, krejt papritur më bie të fikat në vendin e punës, kur hap syt shoh 10 njerëz mbi kokën time, por mendova se aty përfundoj, por nuk e dija që pas asaj dite do të më fillonin dhe problemet e tjera shëndetësore. Ndjeva marrje mendsh, shkova te mjeku dhe u kontrollova. Më tha se nuk konstatoi asgjë problematike. Isha aritmi të fortë e në disa raste më shoqëroi me mpirje duarsh dhe me mpirje në pjesë të tjera të trupit. Bëra të gjitha analizat, më dolën okej. Mjekët nuk po më vinin dot në diagnozë. Fatmirësisht, një ditë bë një vizitë tek një mjek neurokirurg në QSUT. Ai më tha: "Ajo që po të ndodh ty tani quhet burnout dhe në mënyrë më popullore po ta shpjegoj, të janë djegur të gjitha kandelet e makinës. Ti duhet të ndalosh nga ky ritëm. Stop, mos vazhdo më kështu." Mjeku më mësoi frymarrjen e thellë, më mësoi të ndaloja dhe të mos punoja pa pushuar. Më mësoi të kisha një regjim ushqimor dhe të merrja kohë për vete dhe jo vetëm kohë për punë. Duhet të qetësohesh nga ky ritëm i çmendur që të ka shkatruar shëndetin. Unë jam falenderuese doktor Drinit që më ka ndihmuar të rifitoj dhe rifilloj jetën time. Ju bëj thirrje të gjithëve, mos vini punën para shëndetit tuaj. Kjo është një këshill miqësore nga i kalvari gjatë spitalesh që kalova dhe në asnjë moment nuk më shkonte mendja se çdo gjë do ta kishte zanafillën te mbi ngarkesa ime në punë. U shpreh gazetarja.